Në Parlamentin Evropian të mërkurën është dita për një debat të madh. Këtu diskutohet për qasjen e blokut 27 antarësh ndaj situatës së sigurisë evropiane e globale në ndrithijet e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës fqinje. Përfaqësuesi i lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas thotë se vendet anëtare të Unionit që janë edhe anëtare të NATO-s e kanë detyrim që të forcojnë aleancën veriatlantike. Sipas saj, Rusia e Vladimir Putinit nuk ndalet lehtë dhe se riarmatimi i Evropës përmes planit mbi 500 miliardë eurosh është domosdoshmëri, sikur që është edhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Madje Estonezia që këtë 18 qershor feston ditëlindjen e 48, citoi sekretarin e NATO-s Mark Rutte, që tha se nëse Ukraina nuk përkrahet edhe më, ata duhet të nisin të mësojnë rusisht. Sot kundër NATO-s dhe BE-s Rusia s'ka shanse, por duhet të qëndrojmë të bashkuar. Kur udhëheqësit e NATO-s takohen javën e ardhshme, mbajtja e unitetit në aleancë është prioritet i njëjtë sa është edhe rritja e shpenzimeve për mbrojtje. Takimi për të cilin foli kryediplomati evropiane mbahet me 24 e 25 qershor në Hagë. Ky summit që mbledh liderët e 32 vendeve anëtare llogaritet se ka rëndësi të veçantë për aleancën veriatlantike e themeluar para 75 viteve. Evropa është nën sulm dhe kontinenti ynë qëndron në një botë që po bëhet çdo ditë më shumë e rrezikshme, por gatishmëria e Evropës që të veprojë e bashkuar është reale. Në 7 dekadat e fundit kemi ndërtuar tregun e përbashkët, ekonomi të fortë dhe shpirtin e pathyeshëm evropian. Sipas konfirmimit nga Shtëpia e Bardhë, presidenti Donald Trump do të zbarkojë në Hagë për të marrë pjesë në samitin e javës së ardhshme.